Kosova me cilësi ka arrit me u bë konkurrent me shtetet e rajonit edhe në shtetet e Bashkimit Evropian. Nuk kemi ligj që i njeh humbjet në prodhim. Në Kosova me produkte bujqësore, me sa unë e di, kam informata me shumë pak produkte, patate në shembull, si patate e freskët i mbulon 100% nevojave të konsumit vendor. Me asnjë produkt tjetër, se s'ki kapacitet. Shembull te ferma, nuk ka Kosova kapacitet ferma për me mujt me mbulu konsumin vendor, edhe me dashme. Nëse ndalemi dhe Është e pamundur më bëja. Po çka duhet me përmend këtë fakt, sepse nuk është kriteri vetëm cilësia. Unë jam i bindur që në Kosovë prodhohet produkt cilësor të gjitha kategorive të industrive produse, të cilat lirisht konkurrojnë me top brandet multinacionale në botë. Ne kemi kompani produse në Kosovë që nuk janë në sektorin e qumshtit, që eksportojnë në shumë vende të Bashkimit Evropian, madje edhe në Amerikë, shumë vende të tjera. Prandaj, Kosova me cilësi ka arrit me u bë konkurrent me shtetet e rajonit edhe në shtetet e Bashkimit Evropian, me konkurrent më të fortë multinacional. Çka duhet me bata shteti jonë është ajo që e përmend edhe kujtimi se s'kena na një strategji të veçantë të sektorëve të cilët na kishmi mujt me imbulu edhe se s'është ideja vetëm edhe me gjetë blersin, se ka kompani që mundet me gjetë blersin, po e kanë rrezikun e mos furnizimit, sepse furnizimi tyre varet nga importi ndoshta, jo nga prodhimi vendor. Na jena dëshmitar që vitin e kaluar raporti i importit sa kanë që deficiti tregtar. Na duhet me kuptu një fakt. Na jemi vend importues. Dashtëm, nuk dashtëm, na jemi vend importues. Po kena mundësi çat produkt edhe që importojmë me përpunu e me eksportu pastaj. Këtu rritet zinxhiri i vlerës. E përmenda patatën, nëse i merr dhanat të zyrtarit të Ministrisë të Bujqësisë, 100% si patate e freskët e plotësojmë kërkesën e konsumit vendor, të përpunuar vetëm 10%. Mon është një gap i gjanë edhe 90% që ka hapësirë me u zgjenu edhe me depërtu në tregje. Njëjtë ka edhe plot industri të tjera. Prandaj duhet patjetër me u ka një strategji, edhe ajo strategji prapë e përmendi se prej përvojës po tham gjithmonë vendimet ndryshon një politik, një parti politike vjen në pushtet, 4 vjet, na shti fillon me punu, me përgatit një plan, vjen partia tjetër, këtaj mundi që ka shku 4 vjet, nuk është i politikave tona, bjen poshtë, hajde fillojmë pi fillimit. Ne edhe sot e kemi, fatmirësisht, administrata tatimore nuk është e zbatuar edhe pse ka raste edhe të fermente ka zbatuar në kumpa raste, po është në diskrecion të vetë administratës tatimore, nuk kemi ligj që i njeh humbjet në prodhim. Ne nuk kemi ligj që të njeh humbjet në prodhim. Jemi të fol për çmim tavan ku e krahasojmë kostën e prodhimit. Zotëria është në fushën e përpunimit të qumshtit, ka shumë raste nashti ku e fillon me prodhu një produkt, por shkak të një defekti teknologjik ose diçka duhet me gjujt këtë atë lanë të parë. Me ligj ajo nuk ju njihet sot zyrtarisht. Sepse s'është e definuar. Unë mendoj që Ministria e Tregtisë më së pari është dashur me kry, që nuk është kryer sot 26 vite, ligji për njohjen e humbjeve në prodhim. Sepse kjo i ndihmon shumë prodhues. Kjo ndikon direkt në farforme edhe me u menaxhu tani me këshyr me u menaxhu sa ekziston rreziku edhe sa ekziston mundësia në sektor strategjik me u vendos produkte specifike.